Mirë mbroma, Zjermoqa. Zjerma. Bukur pra, bukur. Mirë se keni ardhur në hapjen e praj 29. Kjo 9 si duket sikur po marrën. Me ky marrën. 90. Çat duhet të vesh marrën shpejt. Çat duhet të prajm sot. 90. Atëherë janë pa humbur kohë të shfaqim një herë rezultatet e sondazhit ton të dashur që kemi vendosur ditën e djeshme. Me pyetjen. Sondazhi. Kush mendoni se do të jetë finalisti i parë i Big Brother VIP 4-shit? Pra, sot është e sigurt që do dalë një finalist me një mekanizëm që do ta bëjnë ata kot doli hini një prilli i pashtu dhe në fund do dalin finalisti i parë, që është e sigurt. Dhe kena bën një sondazh. Si ka dalë sondazhi? Në këtë sondazh kanë votuar rreth 1100 kusur njerëz. Pranohet. Dhe opsionet që ne kena vu janë Gerta, Gjesti, Laerti, Rozana. Pas të alfabetit, po. Këto 1100 sa pjesëmarrës në sondazhin ton kanë votuar si më poshtë. Në vend të parë me 53% kanë thënë Gjesti. Në vend të dytë me një diferencë shumë të madhe, por është 26% pra, kanë thënë Rozana. Në vend të tretë me 16% kanë thënë Gerta dhe në vend të katërt me vetëm 6%, pra shifër as me një shifër, 6% që është me një shifër, sa ka kalu pravën është Laerti. Po të vëmë e marrë, këna bëjë sondazh tjetër, ka kënë diferencë e vogël mes Laertit e Gertës, e pas ka kalu Gerta Laertin, se Laerti pra, duke që ka një dy qysh të doli bona, sidomos nuk po bën asnjë gjë. Kështu që, fan, si analizon ti Mario? Unë analizoj herë si fillim që pjesëmarrja e lartë e njerëzve që kanë marrë pjesë në këtë sondazh, do të thotë që janë një mendje me ne me këtë 4 herë. Patjetër. Dhe pastaj ka interpretime të gjithë secili, si për shembull të Gjesti, ka një tirazh ose ka një target group që është më aktiv në rrjetet sociale, janë më të ri, din me i përdor, din me ardhe të sondazhi më shumë. A kupton? Ka edhe grupe fanbase më të integruar në teknologji dhe kështu merr pjesë më shumë grupi i tyre, target grupi i tyre në sondazh, për mendimin tim. Do më thanë... Jo se Gjesti nuk e meriton me kënë finalisti i parë. Nuk thash këtë. Jo. Po, është... Kurse tjerë janë me vendin e duhur. Pra, fal teknologjisë, Gjesti janë vend parë. Pra, asnjë gjë s'ka bën veç fal teknologjisë. Ja, fal fashës së moshës ku Gjesti ka më shumë fanbase. YouTube-in se kanë smerën me YouTube, nuk merren drejt më marrë, merren me TikTok. YouTube-in merren në mosha 35. Edhe nana jame nuk merret me YouTube-in, me thënë vërtetën më janë. Po me çfarë merret? Paktën me ardh deri te sondazhi për me votuar nuk dini herë. Edhe po i del aty me veç me shtyp, na kena bërë sa më thjesht për çdo mosh. Çdo mosh. E qartë, por ishtu mendoj unë. Gjithsesi, për mua nuk bën përshtypje fanbase i Gjestit, po diskutojmë, e kam thënë gjithmonë, ka fanbase jashtë, e ka justifikuar edhe mbrapa, e ka mbështetur produksioni, ide diku ja ka justifikuar, dhe sot merr to votimet, klikimet, pra si i quajmë. Rozana e dyta se ka fanbase i fije më shumë se këto dy tjerë, pra Laerti dhe Gerta, mban përshtypje Laerti, edhe unë e quaj shumë sinqert këtë televot ose këtë votim marrë se Laerti më thonë se ka kanë kliku më shumë kur kena pas bërë sondazhe tjera dhe ka shkuar në fund pikjat, sepse me tamam që nuk po bën asnjë gjë. Pra këto vota mund duken sinqerta. Edhe sondazhi është i pranueshëm dhe unë jam dakord me këtë sondazh. Shumë bukur. Atëherë vazhdojmë domethënë, unë jam se duhet të interpretuar diçka tjetër. Jo domosdoshmërisht finalisti i parë është fituesi, ose më saktë 3 në 4 raste finalisti i parë nuk ka kënd fituesi. Përkundazi, po, përkundazi. Unë biles mendoj që finalisti i parë do të jetë Laerti. Laerti sepse do të duket ashtu. Sepse do t'i bëhet edhe çoka Laertit, edhe halli vet, edhe sa me edhe i lajnë durët me te, nuk kanë më detyrime me te më. S'ka fitore gjana boll. Po, fix. Edhe pse them këtë, sepse lën hapjas me 3 lojtarë më të fortë që pra janë më të klikuar. Që janë konkurrencë, po. Edhe nga vetë banorët, që do ta sqaroj më poshtë,
Dhe i lajnë të 3 hap, se ba me zjarë gjesin i met hati Rëzanës nështë, me zjarë Rëzanën ba nervoz gjesi, i muj, i gjesi, thot, adi që apo i ketu, për shemë. Fusin i lajnë që mas të mesë në hatri këgujt. Ecim, kalojmë të një temë që është shumë e gjatë joni. Shumë e gjatë. Duhet tamam me pa me vëmendje, të më thënë. Preferencat e banorëve... Nuk është që thjesht sa duket, si me thonë. Nuk është që... Ma thuj ti se ti nga kishtin me në këtë, ti e keshe nuk këtë subjekt. Po, ka kanë loj e vajt malë, një zarfi vajt malë, që i ka thonë, të gjithë banorë do t'ulen në koltuqe, edhe do të votojnë se cili 4 finalista për jashto veten. Pa përfshirë veten. Pa përfshirë veten. Dhe këtu ka pas zgjedhjet e banorëve që kanë shkaktuar edhe debate e tjerë që do t'i sqarojmë. Ne kena... A ti lexojmë të shti me radhë se si kanë thënë se cili? Ose i lexojmë, e ma ne thëmë rënditin, ma ne i analizojmë, se unë kam edhe rënditin. Rënditjen fund. I lexojmë se si kanë thënë, edhe na thuj ma ne rënditjen se si kanë dalë në shumatore, kush ka dalë për shpinë, 4 finalist. Vazhdo. Po lexoj parën çka ka thënë Kelly. Kelly ka thënë, 4 finalistat, pa përfshirë veten time janë Egli, Rëzana, Gjesti, Gerta. Pra, Kelly, si kena me interpretu këtë tësh? Unë interpretoj këtu treshen Rëzana, Gjesti, Gerta e ka zjallë në regu, Eglin shoqe. Pra, nuk e meriton, pa kam shoqe. Unë e mendoj Eglin që Gjestit po e bëj 2 herë qokë. Po i lipihem 2 herë, si me thonë Gjestit, se i shala bëjnë në i bashkëpunim kur dalim. Edhe Kelly me Eglin. Kelly, që ka vendosë Eglin, mendon që i godet me spon Gjestin, pra të bëjnë anë 2 herë ty. Ty edhe Eglin. Ti e shef për te, unë e shof thjesht pastor që ky ka hek la hertin dhe ka fut Eglin për shëshni. Kështu e shofën. Treshen. Vazhdoj me dytin. Aldo, Gjesti, Egli, Rëzana, Gerta. Bukur. Si e shef ti këtu? Ata themun? Është pak paradoks, është pak kontradiktor Aldo, sepse Aldo në përgjithësi me Rëzanin nuk e ka pas shumë mirë punën, ka pas shumë ullje ngritja, kupton? Shumë ashtu. Edhe me Gjestin gjithashtu nuk e ka duru dot. Mandej ka kthy. Domethënë është vazhdimisht lojtar i lëvizshëm, pra edhe në këtë votim që ka bëj, e ka bëm që nana me lagojën, si më thënë. Mirë, po, këtu është me tregu kush mendon ti se janë finalista, jo kush ka ec marr ty, muhabeti. Po, dhe rezultati në fund apo shef edhe çfarë ndodhi masi u than këto. Jo, të vënë pozit ty, si më than, si më kanë ti marrë një kompozitor me thon ty na voto, edhe ti më për kompozitor. Pra ti sa do ta kesh një një këngë për shkak do ta votosh sa është e mirë. Pra është pyetje produksioni ka vullën në FIA, jeni FIA inteligjenta me kuptu apo doni me jeni sinqert ai FIA apo doni për inatit po. Apo doni me afut si Rosong. Atëherë mirë, e pranoj këtë Aldos, po më duket i FIA si pa qëndrueshmëri. Po megjithatë e pranoj, deri diku. Unë them prap, treshja është e sinqert, Egli është shoqja vet. Kaç? Po. Okej, vazhdojmë. Jozi, çka ka votu Jozi? Jozi thot Gerta, Rëzana, Gjesti, Loredana. Pra është renditja jote pak a shumë. Duke mos pas Laertin, se ti ke Laertin para Loredanës. Po, të pesha. Jozi pra, duke kur mendon që nuk është vet, thot që është Loredana. Okej. E kupton? Kështu që Jozi është bajagi koherent. Edhe sigurisht ka pak i kryp miqësinte. Po pra, unë prap vazhdoj me thënë, treshja e finales e pastër dhe Loredana nusja vet. Nusja vet, me mik. Me mik pra. Loredana. Gerta, ha? Gerta, Loredana, si voton? Loredana, edhe herë, ma thuj? Po më ndërhyn marbur. Gerta, Gjesti, Rëzana, Jozi. Okej. Edhe njëjta gjana sjelltas. E njëjta gjana sjelltas. Vazhdo. Pra, Loredana si Jozi, vese hiq vedin fut Jozi. Danja, thot, Gjesti, Rëzana, Gerta, Laert. Danja i ka rarë koks. Ka të regu, kush janë finalistat ma në pole position, nuk ka fut asë pra, deri tashti Danja është prerja e artë e banorëve. Ajo ku bashkohen mendimet e vërtetat përbashkëta. Po. Sepse Danja me edhe qëndrimi i vërtet.
Me Gjesi nuk shkon mirë, me Rozani nuk shkon mirë, me Gerthen jo, me Laertin as ka as muhabet as i gjak, kështu që është tregu ket e pastër ka fol ftoft. Po. Vazhdojmë. Ka fol siç shifet edhe jashtë. Gerta thot, Loredana, jam me dyshje se këto e kam pa, se është Aldo, Jozi. Jam me dyshje thot Aldo apo Jozi dhe Gjesti Rozana. Tu ka nisë konflikt banej, e Jozin si fut ti Aldo në si fut mua, ti e pa bese, tjetër. Gjithsesi, për mendimin tim Gerta këtu vazhdon me kënë lojtare do këtu kujton kutinë e Pandorës. Si prap Laertin nuk e ka fut, se nuk i duket se ç'a diun. Duhet është me fut Gjesti Rozana dhe një nga këto maneskanë si Loredan, Joz. Sepse nuk mundet me fut vetin. Ja, nuk e ka këtë nuhatje. Gerta, shikoj, nuk është për të pasur ndonjë nuhatje për Laertin, me thënë drejtën se s'ban as i gjon shtëpi, rën një aty në koptu ka. Ose në këtë me dyshjen e Aldo Jozi është një farë lloj stilit për me edhe në mungesën e Laertit është për me ngjall akoma prap në një ngacmim aty. A kupton se Gerta mundet me bëj. Si Loredana, si Jozi më thon, ose Aldo për mua bën problem se sa thot Laertit. Pra atë a ka diçka me tamam që nuk bën diçka Laertit në shtëpi. E ngacmon. E ngacmon Laertin këtë formë. E ngacmon këtë formë. Po, e ngacmon që se din se mund jetë finale, a thot e ngacmoj fije sepse mund të ngacmoj se ta po thot ku i ti thuti që jam, a kupton. Si Jozi që thot pse më ngatron mua me Aldo. Fiva. Rozana, thot, Gjesti, Laerti, Egli, Jozi. Ta interpretojnë? A që ka tjetër ti me interpretu, ha? Ka fix interpretimin që i bëj edhe vetë, dhe më thonë. Por ka fut Eglin për mas me fut Gertën, për mas me ilon Gertës pik. Pra. Jo se ajo nuk e shef që Gerta është finaliste, thjesht e thot kështu për mas me ilon pik, si mas me limitem, dhe për me i ba demek si kur kemi që kemi ne me njëri tjetrin Gjesti edhe Egli, unë prap se prap mendoj pozitivisht për ju, a kupton. Kemi që kemi, kot. Dhe me Jozin, më ke ba që më ke ba të skena shëntuta e unë prap të fali. Pra, kjo nuk është fare votim taktik, kjo është komplet votim fake. Fake? Hipokrizi se tjetë gjaka dhe me Gertën. Po të fali, po të ashtu, po të qës finale. Gerta e ka qinë finale, Rozana nuk e ka qinë finale. Dhe Rozana zjerë Jozin, që është kaza ma fort që ka pas me Jozin. Edhe nuk ka Laertin, për shembull, nuk ka Gertën, ka Eglin e më radhë. Ja, Laertin e Gjesti Laertin e ka. Më fal. Nuk ka Gertën, vlla, nuk ka Gertën. Nuk ka Gertën. Nuk ka ndoshta në Danja, ja, Jozin herë nuk e pa. Kaq se veten nuk e fut dot. Gertën nuk ka dashur me fut. Dhe me këto tjerë ka luajtur, domethënë, në vend me dhanë në vend me kanë drejtimin e Danjës, kjo është në drejtim të kundërt me Danjen. Nëse Danja ka reflektuar vjen poshtë ajo që thot, unë them të vërtetën gjithmonë. Ju vret ju e vërteta, s'kam që me bë, po. Ja, s'ka si me kanë kjo që thuti. Është e vërtetë pra kjo që ka. Se nuk i certifikon një çast, domethënë momentin kur un jam duke pi ujë dhe më kullon një pikë ujë këtu, nuk do të thotë që un tana herë që pi ujë më kullon ujë këtu. Jo mor, s'është ai shembull, pse ka shembull? Po ti e të thon kjo vërteton që gjithmonë ka kanë po vërtet. Jo mor vallë do të thon. Kjo është me pa në aspektin e keq. Me zi pres me gjet diçka që ta bëj për gjithmonë poshtë. Ne naty analizuar Mario, ka votu ka votu Jozin dhe s'ka votu Gertën. Po shumë bukur. Ajo që thati është kjo do të thotë që gjithmonë. Pyetja jeme është për ty. A është vlerësim i një lojtarit fort si Rozana, a është një vlerësim tamam, a ka nxjerr tamam final? Jo. Nuk është vlerësim i mirë. Ja. Okej. Vetëm Jozin mund të ishte këtu. Kjo gjithmonë ka kanë ashtu gabim. Futitesh. Jo, është hera parë që zgjat. Po për një po them, mos e përgjithso, ku do të gjesh rast. Tregon për mendimin tim që është lojtare e dobët. Po, në këtë rast. Sepse je një njeri që din me i vlerësu karakteret, e din me të kenu haqë se kush është finale. Ose të shohim. Se ndoshta del ndryshe tonë kjo situatë, kush e di. Për shembull, ku e dim ne, ç'a i thot Truni. Sa e disa tjerëve që nuk janë fare ashtu. Po të kishin kanë tonë si Danja, mandej kush e di ku e çon këtë punë. Po ti ndoshta është votim me tamam.
Egli se po i bim. Po. Egli thot Laerti, Gjesti, Rozana, Gerta. Tull. Po. E shef Tull ka kanë edhe jashtë, e ka pa të janë pretendentët. Pra u bën 2. Egli si Danja ka thënë të vërtetën. Po. Si shifet jashtë. Gjesti, thot Laerti, Egli, Gerta, Rozana. Ka ba njësoj si Jozi me Loredanën që nuk fut dot veten, ka fut më të afërtin e vet. Tresha pretendentave, do të thënë 4 bashkë dhe Eglin që plus ishi ose ajo që i gricën. Dhe Laerti i fundit një Rozan, Egli, Gjesti, Danja. Laerti do me futë personazhe pozitive si Danja, Gertën do me hek një ashtu i ka mori hak pra, a nuk e futi Gerta? Po të kishte votu para Gertës, ndoshta do ta kishte futur si më thanë, po nga që ishte divani ashtu. Mori hak. Pra, edhe Gerta, edhe Laerti duken si naiv, kam përshtypjen unë. Në krahasim me Rozanën, se po flasim për 3 pretendent, krahasim me Loredanën me Rozanën që e ban si dhëpër, si hien e ban këtë punë. Gerta me Laerti i shoh më naiv, i shoh më si budallë këtë pikë. Edhe për zgjallet që bajnë atë ku dia pandosh që e kam thënë për Gertën. Ma izëm duket Rozana që i zgjell me hile, si më banë si me ngasmu. Gerta, Ate kënd vështrim ty nuk ta heqim dot. Qa do me ba? Me lule, me gjujt prapë se prapë ashtu duket ty. Gerta Laerti nuk janë për këtë format. Kjo format do në nuhatje, do në edhe pak djallëzina, do në edhe përveç argumentit që ka të fort Gerta nuk i mjafton për këtë lloj lojet, as Laerti mu drill nuk i mjafton për këtë lloj lojet. Rezultatin përfundim si ka dalë shumator? Unë kam balla për Mlasen Mario të Rëditis, atëherë në vendin e parë është Rozana me Gjestin me 9 vota. 9 vota. Vjen Gerta e treta me 7 vota. Vjen Egli me 5 vota. E treta pa, se janë të 2 me 9 vota ata. Pa, e treta Gerta. Gerta me 7 vota, Egli 5, Laerti 4, Jozi 3 ose 2 prej Gertës, qofse e voton Gerta. A di që kena atë me zlesh Aldon. Loredana 2 dhe Aldo 1 ose as 1 prap prej Gertës që ishte. Pra, Tresha po konsolidohet mendoj unë, edhe në bazë të votimit tonë, edhe të kështu që është Rozana, Gjesti, Gerta. Laerti vazhdon me kënë prap me pak vota për banorët me ta I 4-ti. Por prap se prap i 4-ti. Jo, i 5-ti. Se kush është i 4-ti? Egli me 5 vota pra. Egli 5 vota. Egli i ka prej shëshnisë, prej nuk i ka prej lojës. E kupton? 2 i ka sepse ka ndosh me majt mirë me Gjestin, 1 ka prej Gjestit edhe 1 ka prej Rozanës që dhe me bade me Meksikurun që tim me gurën me lule. Laerti me ban habi edhe me ta man prej banorëve, me ta man që s'ban gjallë, e mendoj një ashtu e në hasin me përshpi që s'mund tjetë pretendent, s'mund tjetë për finale. Kështu e mendoj unë. Nëse nga jashtë edhe nga supporti vajt malë, atë e frujnë që e të shkojnë dhe në finale, të marrin atë halin e veçikana dhe të kërë punë. Po me fitu nuk, duke që është i 4-ti Laerti, ose i 5-ti. Ti si e shep? Të shti, ne shofim që në prime sonte, me qenë se është 1 prilli, dhe për 1 prill gjithmonë bëhen rranat më të bukura, Big Brother, ose i dhoma bardh vjetë, për shembull që nuk ka dalë kurrë. Me 1 prill s'ka dalë hiç. Veç dete Komuna Parisit sa ashtu edhe 1 prilli është para përgatit që është prime-in e kalum. I kanë thënë që publiku i kanë thënë 1 do dali, dhe ato banorët i ka lajmëruar Ledioni që mbase mund dali 1, mbase 2, mbase 3. Pra, si do të bëhet skaleta? Skaleta do të ndërtohet që do të thirren për eliminim në studio. Mbas eliminimit ndoshta për s'dytit eliminim prap. Në vend që të eliminohet, do të thonë je finalisti i parë. Kjo ishte rrena për 1 prillin që do i bëhet banorëve. Përveç asaj do shoh rrena, do të ketë ndoshta rrena, domethënë sot gjithçka mund të jetë rrenë. Domethënë pritni gjithçka kot me analizu, dërket kështu, tana do të jenë rujuni se do të jetë rrenë, mos i besoni në fillim, mos i ta merrni vesh se mund të ketë azar zdi kot rrenë, mund të ketë. Inshallah nuk ka kënd para përgatitje 1 prillit edhe lajmërimi do të 19 për finalen. Ja se doli para 1 prillit, a doli. Po prova, përgatiten, vjen 1 prilli më thon ju kena rrejt sot. Ju kena rrejt se Egli ku ka hi ditën e parë nuk është konkurrente, është analist, futja kërë. Ese, nuk është konkurrente. Qa nuk pritet sot me rrena. Kujdes, i dashtin publik, rrini ftoft, edhe më thoni as dhe rrenë. Teshi, Mario nga... Kush deli sot? Po prit,
Prit, Po, fal. Qa mund t'jena në gjënë tjetër? Sepse ka në shumë debate Mario për të listën që folëm. Për kësaj skemës. Atërmeti, pse ti mus zolle, gjeta me Jozi, Danja po ashtu pse s'keni fut, Danja ka pas pretendime prej tanve, prej pse s'keni fut, dhe ka shku puna që janë për Danja me Egli, dy shoqet që nga dita që jini rihyri Egli, patën një debat shumë. Dy shoqe ne dhe duhemi si motra. Danja e tha ti ke dash me nejt mu sa për me pas spon më nejt Gjesin, sa me shty kohë me mu, desa të frot Gjesin e tjetër, këto zhurma që do t'jepen pjesë atje. E tjetër ka pas Gjesti ka zjerë blof, ka ndash me i bëj rrën këto Egli me Kellin e me Ali. I ti prejmë, a bajmë si kur ne dim informacion për ty, si kur ti e menagje, ka fut ty lët bigjët. Dhe filloj, ram, Egli, tha, po mërë bajmë si kur a i lunë bigjët, ka hargjit, ka marrë ti keqe a i shuaj. Gjesti po jamate me e pa, di ku për shkon kja, o knaq kjo. Pes kur kja, as se prite, as do se priqin, bejde, dhe sa mirë ti dashke me fute dhe me rejgje, ku t'kam thanë në ty, ti stoshe, jëtë lutëm, unë nuk jam për këto gjana, unë jam njeri që u ka marrë për familjen. Dhe ti jo vetëm rezonës direkt. Ti jo vetëm që pranove mu furret, po edhe me unë fëndu mu, me gjëman me shpik, gjeni loj tjetër që më dhanë. Fantazi. Qëfar fantazijet paske për mu. Mu tuk pra një, se kisha prit për Gjesit se ishte taman, duke e majt lojnë, a ishte gati me e vat lojnë, kur prap. E provokoj. E provokoj. Bukur, pa i nuk manë qëndrim, se mirë që i zbuloj këtë anë Eglit. Egli i majti qëndrim i këma tjeti edhe u mërzit edhe këtë që i shkoj nga mrafa, ma dhe lahë, se kisha të lujtë. Venga duke që dalin një ashtu si që dole shit, aja dole i ketë, i ku truni prej natit asaj, kjo shkoj. Po, se është demaskimi bukur. Po, shkoj. Kjo shkoj ma dhe, ja, më fal. Pasha Allah, pasha familjen, për shkirtin e shafut do bena, a kisha të lujtë, hajde pimi cinuar. Po e lena marë të maskimin, ta, nëzishke. Se qka një, zdi qa qut kja. Ti mi ku emër në qaj. Ti ke shku për lojt, ti shqyte lojtarit. Por? Zdi me majtë qëndrim. Ashtë i rinë është ala, sigurisht. Po, kush del son të joni? Edhe debatet tjera ka pas prap Danja, Gerta, Danja, Rozana, Danja ka kërë. Normale, a skema është bëmi nëzit me vlu i fije, pra dhe e rëbo skema. Edhe Alde që ato majtë premtimin që të t'i bi kovë skjetës, janë të bisedu. Duke hangër buke rek, prap. Por, Mario do të merren ma shumë do të merren me i këtë listin, do merren me finalistin, me surprizën pra si do e bajnë, me atë që do i nrojt jetë a dikujt sot. Këtu do bajnë do hupin koshëm, edhe këto debatet shterë do japin ka fundin në i klip në i gjapo, këtu do fokusohen kam mendimin në. A bëj edhe njëherë pyetjen më mirë. Po. Se është gabim me thonë kush del. Përveç këtij Kellit, kush do dalin tjetër? Se e kishim arru. Se Kelli është krete sigur që ka me dalë sonde, kush është tjetër? Unë shof me dalë e në i Danja nështë, shof me dalë në i, du të me hek një adysat, në i Danja, Loren kam besim prap që e majnë, po Danjën e shof që mund t'ihun. Aldën jo se sa hini, të Danja shof diçka që nuk e di pse kam i këno hajde, sikur të të nxjerën. Loredanin e shof finalën, qosa me 5. Jozi ashtu ju sjallë shumë. Bile ka pas për plasje dhe Jozi Loredana, që të hajde pak të ti. Mos bënë ato gjeste të Loredana, ka fillu me kuptu që kjo është ky përkuna si shkojnë e thot, unë të tamali këtu, unë duj 100 njerë ma shumë se ti me. Ka të e venat pozita ka fillën e mendon. Ka do fjallë Jozi si, qëse si. Unë shof Kellit parë, dytin do të ketë në surpriz, po. Unë të jarë në atres, si thotaj. Po gjithmonë... Në qose dalin 2 herë, unë shof gjithashtu Loredanin me dalë, që me aktivizu Jozin, por për si e shofun, për me bëj fija aksion aty në shpi, mas Kellit, duhet me dalë Egli. Dhe kështu fillon një përpelitje gjestit prap mirë apo keq, du apo se du, pse ma hosh, pse s'ma hosh. Mirë që je hosh, po pse hosh, a kupton? Pra reaktivizohet edhe gjesti i herë në fund. I duhet Egli se gjesti e pështyn ftyrë më, ke pa që qaj, se ke pa ati video. Tu ja fut, Omar, a se ke pa? Nuk po të rajnë, nuk është një përjet e përzotën. I duhet mërborë skenarit, i duhet me pa njëzit tu ja fut ftyrës, shtupen papa. Nuk është një përjet e marja shumë e vërtet kjo. Qive në video.
I duhet të marrë apo lënë, ma mirë dalin Danja me delikatesën e saj, si pelikat dalin jashtë. Ka do në me patu Atëherë, gjithçka më të ndodhen sot është një prilli. Përveç Kellit që është çdo gjë e vërtetë. Tjerat janë tana rana noshta. Kelli është e vërteta e sotshme. Kelli është shëmbulltyra e vërtetës që do të dalin sot. Do shifen. Të takona në ndërprerjet publicitare sonte gjatë Prime-it, të njekim hap pas hapit skaletën që sa po prezantuam që me siguri ko më bë kret në Prime. Kështu që edhe takona edhe herë në Instagram 2 herë, 3 herë, 4 herë, mos harroni me na bë subscribe në YouTube. Qoftë se keni dëshirë. Qoftë se s'keni dëshirë, mos më bë subscribe në YouTube, kaq. Faleminderit shumë, zjerma, shifena në prerjen e radhës. Sjerë.